Për të kryet ezani, e din që e bajmë në doa që thojmë e lusëm Allahun Azza wa Jall që Allahu subhanahu wa ta'ala me i dhanë Muhammedit alayhi salam maqaman mahmuden. E keni një këta sigurt, pozit e lavdrushme e veçant e Muhammedit alayhi salam. E din cila është kjo pozit o musliman? Dëgjua këtë hadith dhe në fund e kupton se çfarë pozite ka Muhamedi alayhi salam te Allahu Azza wa Jall. Njëherë Rasulit alayhi salam edhe shokëve tina ju është dhanë mish me hangër. E Rasuli alayhi salam e ka marrë me hangër pak mish e ka largu edhe ka thënë alayhi salam. Ka thënë, unë jam zotëriu i njerëzve ditën e gjykimit, i pari tyne, imami i njerëzve ditën e gjykimit jam unë, thot Muhamedi alayhi salam. Tani ka tregu ran se çysh ka me shku puna ditën e gjykimit. Ka thënë Muhamedi alayhi salam, njerëzit ditën e gjykimit kanë me grumbullu Allahu Azza wa Jall krejt njerëzit, edhe kanë me prit ndërmjetësimin, me fillu llogaria, e ka mu afru dielli mbi kokat e njerëzve shumë afër, sa që kanë me fillu njerëzit me pas vështirësi të mëdhaja. E ka thënë Muhamedi alayhi salam, varësisht prej veprave të njerëzve, kanë me sharru deri te zogi kames, ose deri te gjojt, ose deri te vesht në djerës të tyne, pe asona që njerëzit shumë, pe vështërsive të mëdhaja që ka ditën e gjykimit. E në këto vështërsi, njerëzit kanë me fillu me lyp dikan i cili ka mundësi me ndërmjetësu te Allahu Azza wa Jall, por me fillu llogaria. E në këtë citat, njerëzit fillojnë me lyp dikan i cili ka mundësi me ndërmjetësu te Allahu Azza wa Jall, por me fillu ma shpejt llogaria, mo hjek për kësaj vështërsie. E thojnë, po shkojnë atë Adem, se Adem alayhi salam është njeri i parë, është baba jon. Edhe në shku te Adem alayhi salam edhe i kanë thënë, ti je baba jon. Ty kur t'ka kriju Allahu Azza wa Jall i ka urdhru melaike me të bë sejdë. A përshë çfarë pozite jem sot? A përshë çfarë vështërsi shkena? Lutë Allahun Azza wa Jall me fillu llogaria. Ka me thënë Adem alayhi salam, Allahu sot është hidhru me në hidhrim që s'është hidhru kur ma parë, e as nuk do të hidhruat pas kësajna kur ma kështo. E muë, ka me thënë Adem alayhi salam, më ka urdhru Allahu Azza wa Jall mos me hangër për kësaj peme, e unë e kum hangër. Kështu që nuk moj më jeni muë, vetja jam, nefsi, vetja jam, në mu isha me pështu vetën atë kuptimin. Prej shkapit, e ka hangër një haram, nja, edhe ka me thonë vetja jam. Thot, shkoni dhe të kusht tjetër, shkoni të Nuh alayhi salam, e kanë me shku njerëzit të Nuh alayhi salam, edhe kanë me thonë Nuh alayhi salam, ti je i pari rasulve, ti je që ka thonë Allahu Azza wa Jall për ty, ti je rob falendërues. Kështu që lutet ti Allahun Azza wa Jall për neve. Ka me thonë Nuh alayhi salam, nuk moj. Allahu është hidhru me në hidhrim shumë të madh sot, nuk moj. Unë e kum pas një dua të cilën kum mujt me e kum harxhu, nuk moj më jeni mua. Shkoni te dikush tjetër. Shkoni te Ibrahim alayhi salam. E shkojnë njerëzit te Ibrahim alayhi salam. Edhe i thojnë Ibrahimit alayhi salam, ti je Khalilullah, ti je miku i veçantë i Allahut në tokë, ndërmjetëso për neve te Allahu Azza wa Jall. Ka me thënë Ibrahim alayhi salam, nuk moj, por shkak se unë i kom ba 3 rana në jetën e tina, edhe 3 i ka ba për hir të Allahut Azza wa Jall. E nuk moj më jeni mu sot. Vetja jam mjafton. Para më do musliman, krejt jetën e tina 3 rana. E na a mujna me gjithë një sahat në të cilën si kina ba 3 rana. Jo ta njetën, një orë, a mujna me gjithë në të cilën nuk i kina ba 3 rana. Kam ju thonë Ibrahim alayhi salam, shkoni te Musa alayhi salam. E shkojnë njerëzit e Musa alayhi salam. Edhe i thonë Musës alayhi salam, ty t'ka privilegjua Allahu Azza wa Jall me të folurit e tina, edhe me shpalljet e tina që t'i ka ba. Kështu që lutet ti Allahun Azza wa Jall për neve. A nuk përshë çfarë gjendje jem sot? Kam ju thonë Musa alayhi salam, nuk moj, unë e kum vra një njeri të cilë nuk ka urdhru Allahu me vra. Pa dashje, pa kum vra. E kum vra një njeri, nuk moj më jeni mua. Mu mjafton vetja jam. Shkoni te dikush tjetër. Shkoni te Isa alayhi salam. Këta rasul që pi përmenëm musliman, këta janë ulul azmi min ar-rusul.
rasul më të privilegjuar te Allahu Azza wa Jall. Se cili prej tyne thot vetja jam. Thot shkoni te Isa alayhi salam. E këtu është interesante musliman se kur shkojnë njerëzit te Isa alayhi salam, i thonë Isa alayhi salam, ti je fjala e Allahut, që të ka shpall Allahu Azza wa Jall te Maryam, je lind në mënyrë të veçantë. Ti je i veçantë Allahu Azza wa Jall. Lutë Allahun Azza wa Jall për neve, a nuk po sheh çfarë pozite i në ardh? Ka më thënë Isa alayhi salam. E interesant është që Isa alayhi salam misioni i tij në dunja, qysh është misioni Muhammed alayhi salam, rahmet për njerëzit, prej misionit e Isës alayhi salam u kanë mubashiran bi rasul, u kanë mëzdhëdhënës për një rasul i cili ka më ardhur pas meje. Ka thënë Isa alayhi salam që emrin ka më pas Ahmed dhe Muhammed është e njëjta, vijnë prej njëjtës folje. Edhe prej emrave të Muhammed alayhi salam është Muhammed dhe Ahmed, njëjtë. Misioni tina u kanë mëzdhëdhënës. E tash kom ju thonë Isa alayhi salam nuk moj. Interesant është që Isa alayhi salam nuk përmend asnjë gjinat tina. Nuk thot që s'moj për shkak që ti shkaku, kur gja nuk përmend. Veç ju thot nuk moj, shkoni te Muhammed alayhi salam. E shkojnë njerëzit te Muhammed alayhi salam. E ku shkojnë te Muhammed alayhi salam i thonë ja Rasulullah, a për çfarë gjendje jeni ardhur? Nimona lutë Allahun Azza wa Jall me fillu ndërmjetësimin. Thot Muhammed alayhi salam, po, ana laha, unë jam për këtë pozitë, unë jam për këtë pozitë, unë jam për këta. Kjo është ajo pozita për të cilën e lutëm na Allahun Azza wa Jall pas çdo ezani me dhënë pozitë veçantë Muhammedit alayhi salam. Thot Muhammed alayhi salam, e shkoj e baj sejdë në arshin e Allahut Azza wa Jall. Edhe falenderoj Allahun, e madhroj Allahun Azza wa Jall, edhe me mëson Allahu Azza wa Jall do hamde, do falenderime, format veçanta, që si kom thanë kur për para, e madhroj, e falenderoj Allahun, e madhroj, e lavdroj Allahun me ato hamde, edhe më thuhet o Muhammed, ngrite kokën, edhe thuj, kam të dëgju thanja jote, edhe lut, kam të ju përgjigj lutjes tane, thët Muhammed alayhi salam, e ngriti kokën, edhe tham ummeti, jam. Dhe Muhammed alayhi salam ka më thanë, shka, edhe meri kejt ata të cilët kanë me hinë xhenet pa llogari. Edhe shkon Muhammed alayhi salam i merr kejt ata të cilët kanë me hinë xhenet pa llogari, edhe i shtin në derën e tyre djathtë, të cilën dera ka përshkruar Muhammed alayhi salam gjersinë e sajna. E këta mujnë me hinë për secilës derë xhenetit. Ama hinë për kësaj derë të veçantë për ta. Thot Muhammed alayhi salam, e kthehna, e falenderoj Allahun me ato hamde. E më thot Allahu Azza wa Jall, lyp, ka me të dhanë. E ngriti kokën edhe tham ummeti. Ka me më thanë Allahu Azza wa Jall, shka, meri krejt ata që e kanë sa një farë e vogël e besimit, që e kanë meri, si farat e lula të vogla, i këni pa, qaq në qovë se kanë bindje, besim në Allahun Azza wa Jall, meri, thot Muhammed alayhi salam i marë, edhe jek për asaj situate, e kthena, edhe lutë Allahun Azza wa Jall prap me ato fjalë, për 3 herë. Më thot Allahu Azza wa Jall, shka, edhe meri ata krejt që kanë hala ma pak sa jo fare, hala ma pak, shumë pak bindje në Allahun Azza wa Jall, shka meri, e shkon Muhammed alayhi salam, edhe jek për asaj pozite, ata që kanë shumë ma pak bindje, besim, se sa kjo farat të cilën e përmanëm. E shkon Muhammed alayhi salam i merr ata dhe kthehet për herë të 4. E ban sejdë, e falenderon Allahun Azza wa Jall, e thot Muhammed alayhi salam, pastaj më thuhet, ngrite kokën, thuj, ka me u dëgju çka thu, lutu, ka me t'ju përgjigj lutjes tane. E thot Muhammed alayhi salam, kam ngrit kokën edhe kam e thënë, Allahu Azza wa Jall, japum leje për ata të cilët kanë thënë la ilaha illallah. Këta ata që kanë thënë la ilaha illallah. Thot Muhammed alayhi salam, e kam më dhënë leje për ata të cilët kanë thënë la ilaha illallah. E kështu kam ndërmjetësu Muhammed alayhi salam për umetin e tina. Pastaj vazhdon edhe ndërmjetësimi i muslimanëve mes vete. Për shembull, ti, nëse cakton Allahu që ti me kanë për i banorëve xhenetit, ndërmjetëson për njerëz që i din
edhe që kanë punu punë të mira, që din ti që kanë punu punë të mira, ti ndërmjetëson për ta, muslimant për muslimant. Pastaj secili rasul ka me bën ndërmjetësim për umetin e tina, e pastaj kanë me ndërmjetësu melaike. E melaike njohin njerëzit me shajat e sejjdeve tyne, me pjesë që ranë në sejde, këto nuk i ka zjarmi i Gjehennem. E melaike ndërmjetësojnë për këta njerëz, e pastaj e fundit, edhe më e madhe, edhe më rëndësishmja, ka me futë Allahu Azza wa Jall në xhenetin e tina, për rahmetit tina, aq sa nuk e din kush përveç Allahu subhanahu wa taala. Elusum Allahun Azza wa Jall me na fal Allahu subhanahu wa taala, me na nimu mua bana vall. Elusum Allahun Azza wa Jall me na bëj për muslimanëve të mirë.